Mirdita, vlezër dhe motra shqiptare kudo ku jeni. Kujdes, dëgjo mirë me vëmendje. Të gjithë shqiptarët e Shqipërisë që kanë marrë pëlqimin para prak, që i kanë bërë të gjitha dokumentat, i kanë futur në ambasadë. Erën e parë, ambasada ja ka refuzuar, se ka qenë me dhimbje barku, ka qenë me probleme, andej dhe këtej. Ai ka vajtur prap të anxhesia për ta rinovuar ose për të bërë ankimimin. E ka ankimuar, akoma s'ka marrë përgjigje ose i ka ardhur negative prap. Kujdes, apa dollapa, ku shefsheu mbrapa, daju se të kapa. Duke filluar nga dita e ënë dhe në vazhdim, pikërisht pëlqimi para prak, që është data këtu. E shikoni datën këtu ju zemra ime? E shikoni apo se shikoni? Këtu është një datë. E shikoni datën apo se shikoni datën? Kjo datë ka fat për 9 muaj. Do me thënë, shikoj datën këtu, në qoftë se je para 9 muajsh, apliko prap. Derën e keta hapur. Pse jo? Ka çuna që e kanë marrë. Në qoftë se pikërisht kjo datë ka kaluar 9 mujorin, nuk ke të drejtë më të aplikosh. Besoj se je i qartë. Edhe njerë, e ke kapur pëlqimin para prak, nuk e ke marrë për herë të parë, ta kanë refuzuar, ke mberë ankimimin, prap ta kanë refuzuar. Kujdes, je brenda fatit 9 mujor, apliko prap. Dera e ambasadës është hapur. Unë ju përshëndes, ju kam shumë gjanë, çuna, apliko prap edhe keqen, se pëlqimi para prak ka 9 muaj